Se s'kan kolegë, kam unë një pyetje për shkak se ka pasur një shqetësim nga shumë prej kolegëve për hyrjen në fuqi të akteve që lidhen me rivlerësimin e pronave dhe me tejkalimin e afatit vendosur nga kuvendi për hyrjen në fuqi ose le të themi për aplikimin e ligjit. Unë kam diskutuar me ministrin, po mendoj që është me vend që ministri ta informoj grupin ku jemi me këtë çështje. Për sa i përket procesit të rivlerësimit, procesi i rivlerësimit tashmë është i hapur, udhëzimi ka dalë dhe është publikuar ditën e hënë në fletoren zyrtare. Është një proces i cili mund të vijojë normalisht në Tiranë dhe në pjesën tjetër të Shqipërisë. Jemi ende në diskutim për sa i përket çmimeve të reja të referencës për zonat jashtë Tirane, për shkak se pas kontrolleve të fundit të ushtruara nga autoritetet tatimore në zyrat e imobiliare në Tiranë dhe Mëgjër, janë evidentuar që ka diferenca për sa i përket çmimeve të cilat janë të regjistruara pranë ASHK-s me çmime të cilat rezultojnë nga sistemet e këtyre zyrave imobiliare. Kështu që të gjithë ata qytetarë të cilët duan të bëjnë rivlerësimin e pronave jashtë territorit të Tiranës, për momentin duhet ta bëjnë me vlerësues privat. Faleminderit.